Për shembull të Andrenis vetë që është vërtet që po. Ama që na shqip, na jemi shqiptar, si ka Shqipëria, si kënena, kështu që edhe i kam dy shtetësi edhe unë përgjithësisht i kam dy zhanër tjetër. Sa i përket zhanrave, më thashë Majra, zhanrat dallojnë që në rajon Andrenis në llap. Për shembull të Andrenis vetë që është vërtet që po. Ama është vërtet që pak ka dallim asim? Jo, ka dallim çfarë Shqipëria mesme, e mandej ka jugu, anej normal që ka dallim kur si e përgatitur me raportar, atëherë mos e he asaj punë heq. Edhe kështu që unë përbes veç si vjetë, veç jashtë sezona, dhe me thonë, këtë muj kam 3 dasma në muj në arshëm në Shqipëri. Kështu që dasmat i kanë shumë mira, po thash e kanë si ka artista shumë. Për shembull i kam 3 dasma, më ko dikush të i kam 20, 25. Këtë muj i kam 3 dasma, po, straj, po punojnë shumë me DJ, dhe me thonë. Këngëtarë, ta thamë drejten, ka shumë këngëtarë të mirë edhe instrumentalista super të mirë, që paguajmë, ma pak paguajnë ata, që bëjnë shumë ma shumë muzikë, se sa të na do instrumentalista, që e kanë menën pak, çmimin havo. Edhe nëse e merë të një instrumentaliste e na, po supozoj, 400 euro, me 200 euro e merë Shqipni, edhe për besas nuk janë një zonë, ta pe krymë punën e vetë.